Normalisht mirë se rishimi sërish në kopshti i devotshmërisë, të takimi javor ku her pas here rikthehemi tek ato versete kuranore, tek ato hadithe profetike për të kuptuar se cili është oazi vërtet i kopshtit të devotshmëve. Si ndërtohet devotshmëria tek besimtari, cilat janë ato parime dhe ato udhëzime që besimtari duhet i ketë vazhdimisht në vetëdijen e tij, po dhe në praktikën e tij. Sot do të flasim për një temë të rëndësishme, do të flasim për shenjtërinë e dinjitetit të besimtarit, si e trajton Kurani famulart, e cila ka qenë tradita e profetit Muhammed alayhis salam, si erdhi Islami me këtë koncept mëdhor në një botë, në një shoqëri ku vazhdimisht vlerat denigrohen dhe humbin kuptimin e tyre. Cili është kuptimi i saktë i shenjtërisë jetës së besimtarit dhe të jetës së njeriut në përgjithësi. Gjitha këto do të kemi kënaqësinë t'i trajtojmë me Hoxhën e nderuar Perim Rexha. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjej. Hoxh, nëse flasim për shenjtërinë e besimtarit, duket fjalë e madhe, duket fjalë e rëndësishme, duket fjalë që ta imponon për të ndalur disi, për të reflektuar mbi këtë term. Çfarë do të thotë shkurtimisht shenjtëria e besimtarit në konceptin islam? Po ilir, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, selamet dhe selavatet qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shenjtëria e besimtarit është ajo gjë çfarë Allahu i lartësuar ka bërë të shenjtë. Dhe ne konsiderimin ton për shenjtërinë e besimtarit e marrim nga Allahu i lartësuar dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Nëse shohim në aspektin e besimtarit se çka është e shenjtë dhe çfarë duhet ta trajtojmë ne si të shenjtë, dhe nëse shikojmë vetë kuptimin e shenjtë, është një farllëj që në gjuhën arabe është el-hurme, është një farllëj ndalese që të bën të stepësh pak dhe ti matësh gjërat. E shikojmë që Allahu i lartësuar e ka shenjtruar jetën e besimtarit, pasurinë e besimtarit, nderin e besimtarit dhe shumë gjëra tjera që kanë bëjnë lidhje me besimtarin. E shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lamtumirës, në ditën e Bajramit, ka thirrë në atë hutbën lamtumirëse duke treguar besimtarëve, ashtu siç e transmeton Ebu Bekra hadithin kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka treguar besimtarëve që gjaku juaj, pasuria juaj, nderi juaj është i shenjtë sikurse kjo ditë që është e shenjtë. Sikurse ky vend që është i shenjtë, pra vendi i Mekës së bekuar me kufit e haremit që janë të shenjtë, që duhet të respektohen dhe të madhrohen. Këtu shohim që Allahu i lartësuar i ka edukuar besimtarët se si të trajtojnë gjërat, çfarë janë të shenjta, aty çfarë Allahu i lartësuar i ka konsideruar të shenjta. Pastaj Allahu i lartësuar përmend Allahu i lartësuar ajetin ku thot man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Ai njeri që e vret një person tjetër pa të drejtë, që nuk ka bërë ndonjë krim apo nuk ka bërë ndonjë çrregullim në tokë, është sikurse ti kitë vrarë tërë njerëzimin. Po ashtu Allahu i lartësuar na tregon që kush e ngjall një njeri, është sikurse ta ketë ngjallur tërë njerëzimin. Dietarët kanë përmendur, sikur Ibn Kathiri e Taberiu, se çfarë kuptimi i bën me ngjall. Disa prej tyre kanë thënë që e ndal gjuhën e tij, dorën e tij nga armiqësimi të tjerëve. Nuk e vret, pra vetëm ndalja e tij nga armiqësimi të tjerëve, nga sulmi ndaj të tjerëve, është një lloj zgjatje e jetës ndaj të tjerëve. Disa dietar kanë thënë që nuk e kërkon të drejtën e gjakut, nëse ju ka shkel i gjaku, nuk e kërkon dhe e fal të tjerët nëse i kanë shkaktuar ndonjë zullum, gjakmarrjen pra, dhe e fal, kjo është sikurse ti ke të fal, sikurse ta ketë ringjallur tërë njerëzimin. Pra, me çfarë kuptojmë nga kjo bisedë është që shenjtëria e besimtarit buron nga vetë Zoti, nga vetë krijuesi. Pra nuk është thjesht çështje legjislacioni, por çështje që ta imponon këtë kujdes madhor se prekja e këtij kufiri pastaj është e kalimi i madh. Dhe e dyta ju përmendet këtë ajet kuranor ku me sa duket dinjiteti e kalon, po themi, kufit e thjesht të qenit besimtar. Pra, për çdo njeri që cënon një jetë të padrejtë, ka cënuar një shenjtëri. Pra, është e shenjtë çdo jetë, është e shenjtë, po themi, është i shenjtë çdo nefs. Po ilir, çdo gjë çfarë Allahu i lartësuar ka shenjtruar, edhe besimtari duhet domosdo ta shenjtrojë dhe ta konsideroj sikurse të shenjtë. Dhe këtu nuk është vetëm në pyetje jeta e besimtarit, po madje të gjitha krijesave, qofshin ata edhe jo besimtar, qofshin ata edhe kafsh apo shtaz, Allahu i lartësuar na ka edukuar se si trajtojmë të tjerët, na ka mësuar se si të mos i shkelim këto shenjtëri, pa të drejtë, përveç se në raste kur Allahu i lartësuar i ka legjitimuar ato çështje. Këtu e shohim në veçantë kur besimtari në raport me besimtarin duhet të jetë i kujdesshëm. Nga sa Allahu i lartësuar thotë innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë
besimtarët janë vëllezër. Pra ky raport mes besimtarëve e tejkalon edhe raportin e lidhjes së gjakut, madje edhe shumë më madhështor, është shumë më i fuqishme kjo lidhje, andaj besimtari duhet ta merr si të shejt jetën e besimtarit tjetër. Nëse i jepet mundësia apo provokohet, apo shejtani e ngacmon, i bën vezvese, e nxit që ta merr jetën e një besimtari, duhet të matet shumë, nga se dënimi dhe kanosja dhe rreziku është i jashtëzakonshëm. Ndërkohë, shenjtëria nuk është diçka thjesht teorike, por se ndërtohet mbi disa të drejta konkrete, disa të drejta dhe detyrime që besimtarët duke i ruajtur këto, kanë ruajtur edhe shenjtërinë e njëri tjetrit. Çfarë të drejtash përfshin kjo marrëdhënie e ndërsjellët mes besimtarëve në kontekstin e shenjtërisë së jetës? Po, në aspektin e të drejtave ndaj besimtarëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet që një ditë për ditëve ka qenë afër Qabes dhe i ka thënë sa e bukur që je o Qabe. Mirë po, gjaku i besimtarit është shumë më fisnik, shumë më madhështor, shumë më peshë tek Allahu i lartësuar se sa ti. Llogaritë nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën krahasimin mes jetës së besimtarit edhe Qabes që është më fisnikja, më gjëja më e shenjtë që e kemi, atë çfarë ta merrmeni domethënë në respektin që duhet ta kemi ndaj besimtarëve. Përveç rujtjes së kufive ndaj shenjtrimit të drejtave të besimtarëve në lidhje me jetën, në lidhje me pasurinë, në lidhje me nderin, që të mos elshojmë gjuhën ndaj besimtarëve, ku janë edhe mësime tjera të cilat Allahu i lartësuar na ka mësuar në librin e tij, apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, i kemi disa detyrime të cilat ne si besimtar e kemi shëmbëtyrën tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se si duhet të jemi të butë ndaj besimtarëve, se si duhet të kemi një farë dëmshërie, një farë mëshire, e shoqëruar nga dëmshëria për besimtarët. Pra, nëse mund ta marrim një shembull, besimtari me besimtarin duhet të jetë sikurse prindi me fëmijën e tij. E ka një farë mëshire, shtesë ndaj fëmijës, një farë kujdesi, i mbështjellur me një farë frike, se mos po bën ndonjë gabim, që mos ndoshta po e bën ndonjë gjëna që i vun pasojat në të ardhmen. Nëse kështu e kemi raportin tonë mes nesh si besimtar, pastaj e shohim atë suksesin të cilin Allahu i lartësuar jo ka premtuar besimtarëve kur janë të afërt me njëri tjetrin, kur janë ashtu si vëllezër si duhet me njëri tjetrin. Ju përmendët që tek shenjtëria përfshihet pasuria e besimtarit, përfshihet dinjiteti i tij, përfshihet jeta e tij që e diskutuam. Pra, ndonjëherë duhet patur më tepër kujdes edhe gjatë mënyrës se si komunikojmë me njëri tjetrin. Ndoshta edhe si bëjmë tregti, sepse pasuria e tij pra që nga e shenjtë, se ndonjëherë masim thjesht po themi pasaksi në tregti ose në shitblerje edhe gjëra të vogla, po që nga e shenjtë pasuria e besimtarit, që nga e shenjtë dinjiteti i tij. Çfarë mund të themi më tepër për këtë aspekt? Nëse shikojmë respektin se cilin duhet ta ketë besimtari ndaj shitërive të muslimanit, të vëllezërve besimtar, nga aspekti i jetës, pasurisë, nderit, e gjërave të tjera çfarë ai posedon, duhet të kthehemi tek burimi, çfarë na shtyn neve ti respektojmë, çfarë na shtyn neve ti konsiderojmë të shejta, ato çfarë Allahu i lartësuar i ka konsideruar të shejta. Kemi dy ajete në Kur'an, të cilat Allahu i lartësuar e lidh ngushtë këtë shenjtëri për nga duhet të buroj. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Wa may yu'azzim hurumatillah", dhe kush i madhron ato gjëra që Allahu i lartësuar i ka konsideruar si të shejta, të cilat i ka shenjtruar, fa huwa khairul lahu 'inda rabbi, kjo është më mirë për të tek Zoti i tij. Ky është burimi i parë të cilën duhet të na shtyjë neve të respektojmë shenjtëritë që Allahu i lartësuar i ka konsideruar të shejta. E dyta është: "Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub", kush i madhron shenjat e Allahut, kjo dëshmon për devotshmërinë e zemrave, kjo dëshmon për fetarinë e tij të mirë. Tek fetaria e besimtarit, tek shenjtëritë të cilat Allahu i lartësuar i ka konsideruar si të shejta, hyjnë gjërat e dukshme dhe të pakdukshme. I kemi fjalën për gjërat e dukshme, sikurse xhamit, Kurani, ezani, qabja, shamia, namazi, dietarët, të gjitha këto duhet të shejtrohen. Pastaj edhe rrjedh ajo pjesa kur që ti me gëzuni fetaritë shëndosh, që ti mund dëshmu që e ki devotshmërinë e ki në rregull, fetarinë e ki në rregull, nëse ti i përqesh këto gjëra, nëse ti i nënçmon këto gjëra, nëse ti shkon deri në atë masë sa i shkel kufit e shenjtërisë së vllaut të besimtar, atëherë kjo tregon për një gjë, për mungesën e devotshmërisë në zemër, për mungesën e fetarisë në zemër, një farë zymtësie në devotshmëri dhe në fetari. Pastaj pasojnë ato gjëra tjera ku besimtari e merr guximin edhe ti shkel shenjtëritë të tjetrit.
dhe kjo pastaj pason me gjunahe të mëdha, të cilat Allah i lartësuar i ka përmendur në Kur'an. Ndërkohë, jeta mes besimtarëve është një jetë që ka përditshmërinë e vet, ka dinamikën e vet, ku aty shpesh përfshihet ndoshta dhe egoja, dhe konkurrenca, dhe dashuria, pra janë një sër, po themi, emocionesh dhe marrëdhëniesh që ndërtohen mes besimtarëve. Po si duhet të manifestohet respekti i duhur në jetën e besimtarëve në kontekstin e ruajtjes së shenjtërisë së jetës dhe dinjitetit të gjithë secilit? Në raport me besimtarët, Allah i lartësuar na përmend një ajet ku na udhëzon praktikisht se si duhet të jemi në raport me gjërat e të tjerëve, apo në raport me lidhjen tonë ndaj besimtarëve. Thot Allah i lartësuar në Kur'an: "Wakhfid janahaka lil mu'minin", dhe tregohu modest, tregohu i përulur ndaj besimtarëve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin ku e pasqyron raportin në mënyrën më shembullore të cilën duhet ta ketë besimtari me besimtarët, ku thot innal mu'mina lil mu'mini kabunyan. Besimtari me besimtarët janë sikur se një ndërtesë. Yashuddu ba'duhu ba'dan. E forcon njëra tjetrën. Nëse shikojmë shembullin të cilin pejgamberi jon po përmend, sikur se një ndërtesë, e tregon që ndërtesa për të qëndru duhet të ketë themelet e forta, duhet të jetë me mure, duhet të jetë materialet e ndërtimit të fuqishme, cilësore. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan raportin e besimtarit me besimtarin. Pastaj në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mathal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Besimtarët me besimtarët në lidhje me dashurinë e tyre në mesveti, në lidhje me dëmshurinë e tyre në mesveti, po ashtu në ndihmën në mesveti, janë sikur se një trup. Nëse një pjesë e trupit është e semur apo ankohet, atëherë përfshihet i tërë trupi. Edhe ankohet me sëmundje, me pagjumësi apo me zjarmi. Dhe ky është një shembull që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar neve praktikisht se si duhet të bashkëndjehim me nevojat e besimtarëve. Se si nuk duhet të jemi indiferent në kohën në të cilën po jetojmë, në kohën e materializmit të egër, në kohën e egoizmit të ashpër, ku gjithë secili e këshyr punën e vet, gjithë secili nuk e çan kohën për tjetrin dhe nuk e vret mendjen se a mos ka ndonjë nevojë, a mos vllau i tij ka ndonjë nevojë që ti mundesh me ia kry, apo një lutje ta bësh për të, apo ti je ndërmjetësues që ti kryhet nga dikush tjetër. Gjithsa këto shohim që mungesa e udhëzimeve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe udhëzimeve të Allahut të lartësuar, zbatimi i tyre shkakton çarje në raportet e muslimanëve. Pra, duket sikur besimtari nuk është egoist, nuk është i mbyllur në atë guackën e vet dhe nuk kujdeset vetëm për dinjitetin e tij personal, po pas ka të kultivuar dhe këtë empatin për shenjtëritë e besimtarëve të tjerë dhe për gjithë muslimanët. Përse kemi nevojë që pikërisht në këtë kohë ku ndodhemi ti kultivojmë këto vlera dhe të flasim për to, ti diskutojmë ato dhe ti jetësojmë? Ne në këtë kohë të cilën po jetojmë, kohën bashkëkohore, në kohën e rrjeteve sociale, ku gjithë secili vetmohet në atë kasollën e vet dhe në atë telefonin e vet apo internetin e tij, në mjetin laptop apo kompjuter, kemi nevojë më së shumti për këtë dëmshëri, këtë raport në mesin e besimtarëve, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na tregon që nuk e përsos dikush besimin në mënyrë të përsosur derisa t'ia dojë vllaut të tij atë çfarë e don për vetveten. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka besu besim të plot dikush që është i ngopur, ndërsa fëmijë i tij është i uritur. Pastaj si ke mundësi të bashkëndjesh urinë e vllaut tënd nëse ti i jep atyre të cilët në fakt i ke shkel kufit e tij? Allahu i lartësuar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon të kundërtën. Ne le që nuk duhet të shkelim kufit e muslimanëve, të besimtarëve, përkundrazi, ne duhet të interesohemi se mos ndoshta po i mungon diçka, mos ndoshta është i uritur dhe ti ke ushqim mjaftueshëm dhe ta shkëmbesh me to. Pastaj nëse hiç nuk ke mundësi të ndihmosh me gjëra materiale, a kemi mundësi të bëjmë dua spaku për ta? Kjo është më minimale çfarë duhet ta bëjmë. Dhe kjo është ajo çfarë në kohën tonë bashkëkohore, në kohën kur njerëzit janë përfshirë nga depresioni, janë të përfshirë nga mendimet e këqija, janë të izoluar nga bota, edhe pse janë të hapur me botën përmes rrjeteve sociale, në këtë kohë më së shumti kemi nevojë për edukatën e besimtarit të delë në pa dhe të delë në shesh, të manifestohet kjo dashuri, dhe kjo dashamirësi dhe kjo butësi në mesin e besimtarëve. Në një kohë kur gjithçka shitet dhe blihet, kur gjithçka matet me çmimin që ka,
çfarë çmimi, çfarë motivi ka besimtari për të jetësuar këto vlera, pasi shpesh njeriu e pranon parimisht që duhet të jetë i mirë me të tjerët, por nuk është i motivuar për të bërë mirësi dhe për të ndihmuar të tjerët ose për të kujdesur për shenjtëritë e tjerëve. Si mund ta motivojmë veten për të qenë të tillë? Po, besimtari në parim në raport me të tjerët duhet ta merr një rregull që të sillet me të tjerët ashtu siç do të sillen të tjerët me të. Ky është parimi më i shëndosh, edhe logjikisht, edhe fetarisht është i kërkuar që nga besimtari të sillet në raport me të tjerët, ashtu siç do të donte që të sillen të tjerët me të, apo nëse mund ta themi siç do të donte të sillen të tjerët me familjarët e tij. Ta zemi për shembull të sillesh ti me bashkëshorten tënde, ashtu siç do të doje të sillej dikush me vajzën tënde të nesërmen kur do të martohet. Dhe kështu ky raporti vazhdimisht besimtari duhet ta ketë parasysh. Nëse shikojmë edhe rastin e sahabeve, ata kanë qenë të diplomuarit në shkollën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur muhaxhirët migruan nga Mekka dhe i lanë pasuritë e tyre dhe shkuan në Medinë, çfarë gjetën? Gjetën një shoqëri të mëshirshme, një shoqëri që e ndante pasurinë, e ndante shtëpinë, gjërat më të çmueshme për ta me besimtarët. E kemi rastin e Abdurrahman ibn Aufit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vëllazëroi me Sa'd ibn Rabi'an, kur shkoi dhe i tha, unë jam më i pasur i ansarëve. E kam gjysmën e pasurisë. E kam gjithë pasurinë, ja merr gjysmën. Kush e bën këtë gjë, këtë vepër fisnike, këtë bëm të madhe në kohën e sodit? Ne nuk po kërkojmë që ta ndarë gjysmën e pasurisë me vëllezërve. Ne po kërkojmë mos t'ia shkelësh të drejtat. Kjo është minimumi. Pastaj bëhesh sebeb ti ndihmosh. Pastaj, nëse as këto nuk ke mundësi ti ndihmosh materialisht apo fizikisht, spaku në zemrën tënde mos zëvën mëria, mos zëvën zilia, xhelozia për të. Po ta lutësh Allahun, nga se ai Zot që i ka dhënë atij është i pasur dhe është i gjithfuqishëm që t'jep edhe ty. Dhe kështu besimtari e merr një rregull. Jo vetëm që qysh ka qejf të sillet besimtari me veten me të dhe ta trajtoj atë, mirë po është këtu një tregti edhe më e lartë. Dhe është i lirë, është çështja të sillesh ti me besimtarin ashtu qysh do që Allahu të sillet me ty. Kjo është më e lartë. Kjo grad jo vetëm sikur të sillet ai në raport me ty, njëri, po të sillesh me krijesën e Allahut, qoftë ai edhe çfarë do krijese. Po kur bëhesh në pyetje besimtari, rritet shpërblimi më shumë. Rritet për shkak të pozitës që e gëzon tek Allahu i lartësuar. Nëse ti e mëshiron një besimtar, nëse ti i ndal në ndihmë një besimtari, nëse ti i buzëqesh një besimtari, apo i ndihmon në çfarëdo formë, ja thu një fjalë të ëmbël, një fjalë të mirë, ja hek disa derte, atë shpërblimi prej Allahut të vjen ty direkt, nga se ke të bëjë me një Zot që është shekur, është mirënjohësi më i mirë, është vlerësuesi, shakir, është vlerësuesi më i mirë. Nuk mundesh ti këto vepra që i bën, me të shku hoq, çdo vepër të mirë që ti e bën me besimtarët, kjo shkruhet tek Allahu i lartësuar dhe Allahu i lartësuar ta vlerëson. Dhe kjo është motivi më i madh. Edhe kur e ke këta parasysh, i lirë, pastaj edhe nëse ai besimtar nuk thot as Allahu të shpërbleft, ti je në rregull se tregtinë ke me Allahun e lartësuar. As nuk me hatri, as nuk rëndohesh që nuk tha Allah shpërbleft. E lemo më shumë që ta kthej me të mirën. Nga se kemi në kohën e sodit, më fal se e zgjata, kemi në kohën e sodit kur njerëzit bëjnë mirë, po thonë njerëzit nuk po ta dinë. Bëjë mirë që Allahu më ta ditë, se Allahu ta din vazhdimisht. Asnjëherë nuk ta humb. Dhe e gjejnë këta tek Allahu i lartësuar në këtë botë para se të shkosh në botën tjetër. Por Zoti shpërbleft për këto këshilla, do të bëjmë një pauzë shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë, ndërmjet shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish në studio miq, jemi me Hoxhën Blerim Rexha, ku po flasim pikërisht mbi shenjtërinë e besimtarit, mbi shenjtërinë e dinjitetit të jetës së tij, të pasurisë së tij dhe gjithçka që lidhet me jetën e besimtarit. Hoxh, ju thatë se çdo i mirë besimtarit i kthehet në mirësi dhe thatë se Zoti është ai që i vlerëson veprat më mirë se çdo kush tjetër. Duket një motiv i madh për të mos heqë dorë nga mirësia ndaj tjerëve, edhe kur fjalët e tyre ndoshta nuk janë inkurajuese ose nuk janë mirënjohëse. A do të thotë se kush e kupton këtë bën një jetë të lumtur, do të thotë se ndoshta këtu fshihet edhe sekreti i lumturisë, pra duke mos heqë dorë nga mirësia ndaj tjerëve dhe kujdesi ndaj tjerëve. Po e lirë, pikërisht këtu është e çelësi i sekreti i lumturisë.
Nga se besimtari pastaj nuk jeton me ngarkesën se mos të tjerët apo ma din as po ma din, apo ma kthejnë as po ma kthejnë. Nga se raportin e lidh vazhdimisht me Allahun e lartësuar. Madje edhe respektin, atë shenjtrinë e besimtarit e trajton nga kjo çështje, nga se po e madhron Allahun e lartësuar. Nga se edhe besimtari nuk e ka marrë atë shenjtri, përveç se kur Allahu i lartësuar ja ka dhënë jetës së tij, pasurisë së tij, dhe i ka vendosur ato kufi që t'i ruhet cenimi të drejtave të tjerëve. Dhe e shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë shenjtri apo këtë udhëzim praktikisht se si të jetë besimtari i lumtur, që kaq shumë kërkohet në kohën moderne lumturia, është fare lehtë t'ju bësh të tjerëve mirë, nga se ke të bëjsh me një Zot që është bamirës. Kur ti bën dikujt mirë, Allahu i lartësuar ty të bën mirë. Dhe gjëja e parë që të bën mirë është që ta rregullon disponimin, dhe të kthehet ajo lumturia, dhe kjo rregullohet përmes imanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet me një hadith ku e kishte marr Hasanin, nipin e tij, të birin e Aliut, dhe e kishte përqafuar. Aty pranë kishte qelluar një prej sahabeve dhe ishte habitur nga ky trajtim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj një fëmie. Thot, unë kam 10 fëmijë dhe asnjëri nuk e puthi, asnjëri nuk e përqafoi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e jep atë udhëzimin praktikisht se si duhet të jetë besimtari në raport me të tjerët. Qofshin këta edhe fëmijët më të vegjël, qofshin këta edhe krijesat më të dobta, qofshin ato edhe insekte. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men la yarham la yurham. Kush nuk tregohet i mëshirshëm, as ai nuk do të mëshirohet. Dhe këtu e kemi, kush e mëshiron? Nga kush ne e kërkojmë mëshirën? E kërkojmë nga Allahu i lartësuar. Andaj tregohi i mëshirshëm ndaj të tjerëve, Allahu i lartësuar të mëshiron. Ka ardhur një transmetim tjetër, Irham men fil ardi yarhamkum men fis sama. Mëshironi ata që janë në tokë, jo mëshiron ai që është në qiell. Allahu i lartësuar na mëshiron. E nga mëshira e tij është lumturia, nga mëshira e tij është gëzimi, harmonia, është imani i mirë. Gjitha këto i arrijmë në momentet kur ne i trajtojmë të tjerët me dhëmshëri, me mëshirë, me butësi. Pastaj kemi edhe një hadith tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Jarir ibn Abdullah, men la yarhamin nas la yarhamuhu Allah. Hadith sa është inkurajues, është edhe kërcënues në njëjtën kohë. Ai i cili nuk i mëshiron njerëzit, atë nuk e mëshiron Allahu i lartësuar. Është inkurajues të mëshirosh tjerët, po në anën tjetër nëse ti nuk tregohesh i mëshirshëm ndaj të tjerëve, privohesh nga një mëshirë që më së shumti kemi nevojë për atë mëshirë. Është mëshira e Allahut të lartësuar. Do thotë që ndoshta do duhet që të kërkojmë vetë situata të njerëzve të cilët kanë nevojë për një fjalë të mirë, kanë nevojë për një përqafim, pasi në shoqërinë ku jemi njerëzit shpesh marrëdhëniet i ndërtojnë me ata që kanë interes. Kurse me atë kategori që është e brisht, që ndoshta nuk zotëron diçka, qofshin këta fëmijë të vegjël apo qofshin dhe njerëz pa përkrahje, shpesh tendenca është për t'i minjanuar nga jeta jonë. Do thotë se na bën mirë, na bën të lumtur dhe përfitojmë mëshirën e Zotit nëse gjejmë kohë për të shoqëruar me këtë kategori? Zatën dhe mëshiria, ajo mëshira që besimtarja tregon ndaj kategorisë së dobët. Qofshin ato tazemi nëna, nëse është në moshë, në familje. Pra ata edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë ai sahabiu kush është më meritori në familje ndaj të drejtës, ndaj respektit, i ka thënë nëna 3 herë, pastaj babi. Pse? Për shkak të nevojës ose kategori e dobët që është. Po ashtu, zatën, ajo çfarë e çet në pas sinqeritetin tënd, është që kur ti je i mëshirshëm ndaj kategorisë së dobët, është sikur se ti nuk pret kompenzim prej tyre. E këtu kemi edhe në rast me fëmijët. Dhe sa fëmijë e mbajnë mend raportin e ndonjë të moshuari në xhami, që nëse ja ka përkthel kokën, nëse ja ka thënë një fjalë të mirë, nëse ja ka dhënë një sheqerk apo një mbëlsirë të vogël në xhami, e mban mend, thotë ajo sjellje e vogël, ajo mëshirë e treguar për atij të moshuari është bërë sebeb dhe unë jam në xhami. Në anën tjetër, sa rrezikshme që është, nëse ne tregohemi të ashpër edhe arrogant, qofshin ndaj krijesa, ndaj kategorisë së dobët, qofshin ato fëmijë, gra, apo nënat tona, apo gjyshet tona, kur do qoftë, nëse ne tregohemi arrogant ndaj tyre, e privojmë veten nga mëshira e Allahut të lartësuar. Në shembulltyrën më të mirë, këtu e kemi tek pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo shembulltyrë nuk e njeh më së miri, askush nuk e njeh më mirë se sa Allahu i lartësuar pejgamberin ton, nga sa e ka kriju. Allahu kur e përshkruan butësinë dhe mëshirinë e pejgamberit ton, ngushtimin e gjoksit e tij, mërzinë e tij, kur nuk ka pas mundësi t'ju bëj mirë besimtarëve, apo kur besimtarët
kanë rë në prej ndonjë vështirësie apo ndonjë heke, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thotë: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Ju ka ardhur një i dërguar nga mesi juaj. E njihni pra. E dini kush është ai? Dhe këtë ju ka drejtu sahabeve, ju ka drejtu arabëve kur i thotë Allahu i lartësuar. Ky i dërguar është nga mesi juaj, nga xhiri juaj, ju e njihni kush është ai. Azizun alayhi ma anittum. I vjen rënd nga ajo çfarë ju po kaloni. Nga vështirësitë qofshin ekonomike, nga vështirësitë çfarë do qofshin ato, apo i vjen rënd pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos udhëzimi juaj, apo rënja juve në gjunahe. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur rënd, është ngushtu dhe nuk është s'ka qenë i ftofët, indiferent kur besimtarët kanë hek, kur besimtarët janë detyruar t'i lëjnë vendlidhjet e tyre. Përkundrazi, pejgamberi Allahu po përshkruan: "Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum." Është ngulmues, është shumë i kujdesshëm që ju të udhëzoj. Madje Allahu i lartësuar ka përmend që e ka qortu pejgamberin, a don ta shkatërrosh veten që tjerët nuk po besojnë? Aq zëri ka jap, aq shumë është mundu për udhëzimin e të tjerëve dhe në fund thot raufum bil mu'minina raufur rahim. Ndaj besimtarëve pejgamberi juaj është i butë, i dëmshur dhe i mëshirshëm. Dhe këtu e shohim atë shëmbëltyrën kulminante në raport të sjelljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sahabët dhe me njerëzit në përgjithësi. Pra tek profeti Muhammed alayhis salam, mëshira dhe dëmshuria kanë qenë cilësi dalluese, por nuk ka qenë një prej cilësive, po themi, po ka qenë ndoshta ajo për më dalluese, pasi ju përmend ajetin ku Zoti e veçoi për këtë cilësi. Që thotë që nëse duam të masim veten se sa të kujdesshemi në raport me shenjtëritë e tjerëve, do të masim me mëshirën që kemi ndaj të topëve. Pikërisht. Madje Allahu i lartësuar e thot pejgamberit ton, "Law kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik." Sikur ti ishte i ashpër ndaj sahabeve, kush ka qenë sahabe? Abu Bekri, Omeri, Uthmani, të përgëzuarit me xhenet. Sikur ti ishe i ashpër ndaj tyre, kishin mu largu. Po pejgamberi ka qenë i butë ndaj tyre, dhe ata sahabe kanë sakrifikuar jetët e tyre, pasuritë e tyre dhe çdo gjë çfarë kanë pas, që t'i dalin në mbrojtje dhe ta shoqërojnë dhe t'i shërbejnë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Madje që pejgamberi jon ka qenë insistues për udhëzimin e besimtarëve. Ka qenë i dëmshur ndaj tyre, e tregon Aisha me një hadith. Hadithi shumë i bukur. Thot Aisha radhiyallahu anha kur e pash disponimin e mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thash: "O Rasulullah, lutë Allahun për mua." Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O Allah, falja gjunahet e kaluara Aishës. Falja ato gjunahe që i ka bë dhe ato çfarë do t'i bëj." Dhe Aisha gëzohet dhe e ka kokën e saj në prerjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot pejgamberi: "A të gëzoj kjo lutje që e bëra për ty?" Thotë: "Si të mos gëzohem nga kjo lutje, ndërkohë që lutja jote është e pranuar, lutja e pejgamberit është e pranuar, nuk ka pengesë mes pranimit të lutjes dhe pejgamberit." Thotë: "E di më Aisha se kjo lutje për umetin tim është në çdo namaz." Në çdo namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Falë umetin tim, falja gjunahet e kaluara, falja gjunahet e tashme apo që mbrojë nga gjunahet e të ardhmes." Ky është Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ky është respekti i tij ndaj besimtarëve. Kjo është dëmshuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me muslimanët. Madje kemi edhe një hadith tjetër nëse më lejoni, hadithin ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal namaz natës, është falur gjatë dhe duke lexuar ajetin ku Allahu i lartësuar e citon Isain alayhis salam, që është lutur: "O Allah, nëse ti i dënon robërit e tu, nëse ti i dënon, ata janë robërit e tu. Nëse ti i fal, ti i gjithë fuqishëm, edhe i urtë." Edhe është falar gjatë sa ka qajt. Allahu i lartësuar e dërgon Xhibrilin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që Allahu është më i ditur dhe e pyet: "Pse po çan?" Shkon Xhibrili dhe e pyet: "Pse po çan?" Thot: "Umeti jam." Atëherë Allahu i lartësuar i thot Xhibrilit: "Thuaj që ne do të bëjmë të kënaqësh me umetin tënd dhe nuk kemi me të dëshpëruar në umetin tënd." Pra, profeti alayhis salam e ka patur, kuptohet që ka qenë sinqert në këtë ndjenjë, po në rafshin ton, pra duhet që ta përjetojmë thellësisht mëshirën e tonë dhe jo thjesht për të gëzuar dikë tjetër, sepse ju shoh situata kur profeti alayhis salam lutej për umetin e tij pa e ditur umeti. Pra, sa rëndësishme është që jemi dhe të sinqert me këto virtyte dhe jo thjesht i kemi element sjellje për të gëzuar tjerët. Po pikërisht këtu është ai thelbi i sprovës besimtarit në raport me të tjerët. Në hadithin që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Unë jam më i miri në mesin e juaj ndaj familjes time." Dhe na thotë që më i miri për jush është ai që është më i miri me familjen e tij. Nëse shikojmë pse me familjen, se në familje ti mbyllesh brenda mureve dhe nuk she askush posa Allahut të lartësuar dhe atë gjiri i ngushtë familjar. Ndërsa aty në rrugë mund të jesh burri më i mirë, më i devotshëm, mirë po vendosesh në sprovë se çfarë bën në fshehtësi,
çfarë bën në rrethin e ngushtë, çfarë bën kur jesh në vetmi. A lutesh për besimtarët të cilët janë në luftra, të cilët janë në sëmundje, të cilët janë në halle. E këto vjet në pa. A e ke fut në ekuacion raportin tënd me të tjerët me lidhje me Allahun e Lartësuar. Atëherë kur ne e lidhim raportin tonë me besimtarët direkt me Allahun e Lartësuar dhe kemi për shembull pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, që është lutur për umetin e tij, e ne jemi pjesë e umetit të tij, shpresoj të jemi deri në fund, të ringjallemi me të, pas sa shekujve, është lutur për neve, që të na përfshi kjo lutje dhe transmetohet kjo lutje, kjo nuk është bërë rastisht. Kjo është bërë që ne ta marrim për shembull dhe ta zbatojmë. Që minimumi të jetë lutja për ta, bashkëndjenja edhe mëshirisë për ta. Kur ata janë duke hek, mbase edhe ti mund të heqësh në gjëra të njëjta në të ardhmen, apo ke qenë në të kaluarën. Besimtari duhet të jetë mirënjohës ndaj Allahut të Lartësuar, ndaj begative të tij. Andaj çdo respekt, çdo dëmshëri, çdo mëshirë ndaj besimtarëve është përkthim i bindjes së besimtarit në Allahun e Lartësuar dhe dashurisë për pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Se apo e pason me vërtetësi apo jo, apo vetëm me ka fjalë goje. Dhe kjo besimtari vendoset në sprovë çdo ditë. Nuk mbaron derisa të takojë Allahun e Lartësuar. Por Zoti shpreh për këtë fjalë. Allah ju shpëlbeft juve. Gracia ime. Për miq, këtu mbyllim në takimin e sotëm, folëm për shenjtërinë e besimtarit, e cila buron nga shpallja e Allahut dhe nga shembulli i profetit alayhis salam. Vjen kjo shenjtëri si një vetë perceptim për çdo besimtar i cili ndoshta plagështohet diku, ndoshta ndihet i nënçmuar dhe i vlerësuar, duhet ta di se është e shenjtë jeta e tij, dinjiteti i tij, pasuria e tij, emri i tij. Dhe në këtë perceptim duhet trajtoj edhe të tjerët pavarësisht statusit, pasurisë apo pushtetit që kanë ata. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish të javën e ardhshme me një tjetër stuar, me një tjetër temë interesante. Kalofshi sa mirë.